Shqipëria mund të vijojë të kryesojë listën e vendeve të varfra në Europë, por jo të gjithë njohin këtë anë të vendit tonë. Ajo është Shqipëria e popullit, e rrogtarëve, dhe 1 milion personave që jetojnë në familje që nuk mund të përballojnë të paktën 7 nga 13 kategoritë e privimit. Këtu mund të përmendim vonesat në pagesat e kredis, qiras, shpenzimet për shërbimet bazë, blerjet me këste, pagesat e tjera e të tjerë. Por ka dhe një Shqipëri tjetër e atyre që kanë në duar taksat e këtyre të varfërve, që vullosin ligje, por që vetë mund të themi pa frikë se zotërojnë pasuri të frikshme. E pavarësisht akuzave të njëpasnjëshme me të cilat mund të jenë përballur, nuk janë tutur as pak që t'i fshehin pronat. E vetmja lëvizje që mund të kenë bërë është kalimi ndonjë prone si trashëgimi tek fëmijët, që në fund të fundit flet mirë për ta si prindër. Open Data ka rreshtuar sot pasuritë e 50 deputetëve që pritet të betohen në kuvent në shtator. Zëri ka publikuar një listë me emra deputetësh të majte të djathtë, që kanë llogari marramendse të mbushura me para e valuta të huaja, ndërsa në ekrane flasin për taksa, për rritje çmimesh, shtrëngojnë duart me biznesin e vogël përpara zgjedhjeve dhe kërkojnë votat e qytetarëve. E shumë prej tyre nuk janë stepur t'i futen as botës biznesit. Listën e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.